pemë. Në këtë emision do të flasim për një fakt të pakthyeshëm, për të gjithë ata që babau ka vdekur. Jo si ide, jo si simbol, por si ndarje reale nga jeta. Dikush më pyeti, po pse pikërisht një emision vetëm për babain e humbur dhe jo për vdekjen e prindërve? Kjo sepse humbja e nënës dhe humbja e babait nuk prekin të njëjtin nivel të strukturës vetjake. Edhe pse të dyja janë humbje primare, ato aktivizojnë zona të ndryshme të vetes dhe prodhojnë dhe forma të ndryshme dhimbjeje. Nëna është figura përmes së cilës njeriu përjeton ekzistencën e vet. Se është i mirëpritur, se bota është një vend ku mund të rritet, mund të jetoj, mund të gaboj, mund të dështoj. Për këtë arsye, vdekja e nënës zgjon një frikë që është shumë e thellë, që lidhet ngushtësisht me braktisjen, zbrastin dhe humbjen e asaj që quhet bota emocionale. Ndërsa vdekja e babait prek funksione të tjera. Prek atë që quhet ligji simbolik. Prek orientimin në botë. Njohjen e vetes në botë. Pozicionin tënd. Babai është figura përmes së cilit njeriu mëson të pozicionohet, të mas veten, të krahasohet për të marrë ose për të mos marrë miratim. Ndaj vdekja e tij nuk kërcënon ekzistencën në vetvete të njeriut, por trondit strukturën e vetes. Dhimbja që shfaqet lidhet kryesisht me pyetje që kanë të bëjnë me identitetin. A jam mjaftueshëm? A jam ai që duhet të isha? Çfarë mbeti pezull? Çfarë mbeti pa u thënë? A është ai krenar për mua? Ndaj dhimbja për nënën shpesh është më e fortë, më e pashpjegueshme, më e heshtur, ndërsa dhimbja për babain shpesh shoqërohet me mendime të përsëritura, me pendesa, me faje dhe rikthim të konflikteve. Pyetja nuk është vetëm lidhur me vdekjen e babait. Pyetja e vërtetë është si e ruajmë vdekjen e tij në varësi të marrëdhënies që ne kemi pasur me të. Sepse nuk ka një mënyrë të vetme për ta përjetuar vdekjen e babait. Të gjithë e përjetojnë ndryshe. Sepse kemi pasur marrëdhënie të ndryshme. Dy motrave u vdesi njëjti baba. Për njërën ka qenë pik orientimin e jetë. Tjetra ka ndjerë që nuk ka qenë kurrë e dëgjuar prej tij. Ka nga ata që ndahen nga një baba, u vdes një baba i cili ka qenë i dashur. Dhe këta e vuajnë humbjen e babait si një mbështetje shumë të rëndësishme. Ka njerëz që u vdes një baba i cili ka qenë distant, ka qenë i largët. Dhe ata vuajnë humbjen e tij si njeri, por dhe një lloj përshtjellimi të brendshëm për rënien e autoritetit të tij. Ka nga ata që vuajnë humbjen e një babai që i ka lënduar. Dhe këta njerëz mund të vuajnë faktin që nuk u folën kurrë ca gjëra, nuk u than kurrë ca gjëra, nuk u tha kurrë më fal. Ka nga ata që humbasin babain që nuk ka qenë kurrë aty. Dhimbja këtu është shumë përshtjelluese, shumë e rëndë. Qanë vuan atë marrëdhënie që nuk ka qenë asnjëherë. Ka shumë njerëz që ndjejnë një lloj lehtësimi pas vdekjes së babait. Dhe kjo është krejt normale. Sepse në varësi të marrëdhënies edhe lehtësimi është pjesë e procesit të vajit. Ka njerëz që nuk ndahen dot nga dhimbja e vdekjes së babait sepse
Sepse sa kohë që babai ishte gjallë mund të kenë vuajtur nga ndonjë varësi. Dhe kjo varësi nuk ka qenë vetëm e tyre, ka qenë një barë për familjen, një barë për babain, një barë emocionale, një barë financiare, shpesh herë shkatruese. Këta njerëz vojnë zhgënjimet që u kanë dhuruar prindërve, babait në këtë rast, zhgënjime të përsëritura. Thyrje shpresave që babai mund të ketë ndërtuar. Natyrisht për këta njerëz vuajnë faktin që shumë baballar janë plakur para kohe. Janë raskapitur, janë konsumuar në heshtje duke u zhytur në borde, duke u përpjekur të shpëtojnë fëmijën nga situatat, duke u përpjekur të me familjen në këmbë. Dhe në këto raste, kur babai vdes, këta fëmijë nuk vajtojnë vetëm humbjen e tij. Ata vajtojnë dëmin që u kanë shkaktuar. Dhimbja për ta është e përzierë me faj shumë të rëndë. I kam shkurtuar jetën. E kam shkatruar si njëri, i kam thyer besimin. Dhe kjo dhimbje, që është e përzierë me faj, nuk e lejon njeriu të shërohet. Sepse të shërohesh, do të thotë pranosh faktin që babai vdiq, jo vetëm për shkak të gabimeve të tua. Ndonjëherë për këta njerëz, të mbajnë dhimbjen gjallë është mënyra e vetme për të mos falur veten, është një formë dënimi, është një lloj borxhi që vazhdon dhe paguhet me vuajtje. Faji nuk i lejojnë të ecin përpara sepse duket sikur po tradhtojnë baban. Dhe kjo e bën të padurueshme. Në këtë pikë dhimbja nuk është më thjesht pikëllim apo zi apo vajtim, është besnikëri ndaj fajit. Është një lidhje që nuk bazohet tek dashuria, por tek shkënjimi. Po, ka njerëz edhe që si përkasin kategorisë fundit që e mbajnë humbjen, vdekjen e babait, shumë gjallë, shumë aktive përmes vuajtjes së tyre. Jo gjithmonë kjo vjen nga dashuria, ndonjëherë vjen nga nevoja për të vuajtur. Vdekja është e njëjtë për të gjithë, por dhimbja nuk është e tillë. Në këtë emision do të flasim për vdekjen e vërtetë të babait dhe për mënyrën se secili e përjeton këtë ndarje, bazuar mbi raportin që kanë pasur me të. Do përpiqemi të flasim për ata që nuk u shëruan kurrë prej babait, por tani duhet i thonë lam të mirë. Për ata që nuk e tejkaluan kurrë figurën e tij dhe tani mbetën vetëm me kujtimet e tij. Për ata që ndërtuan një marrëdhënie të shëndetshme me babain dhe tani përballen me boshllëkun që ai lë. Vdekja kërkon lam të mirë, pavarësisht llojit të marrëdhënies. Natyrisht, në këtë emision nuk do tregojmë si duhet të vajtoni apo të mbani zi. As se si të mos vuani më. Do të përpiqemi të ndalemi tek si të japim lam të mira një babai, pavarësisht llojit të marrëdhënies që keni pasur. Vdekja është fakt biologjik. Dhimbja është një histori marrëdhënie. Është historia e marrëdhënies që ke pasur me babain. Ka njerëz që kur vdes babai, humbasin një figurë mbështetëse, një figurë të rëndësishme. Një babai që ka qenë aty. Jo perfekt, por i qëndrueshëm, i dashur, pranues. Ka qenë njeriu që e merrin telefon dhe pa ndonjë arsye, thjesht për të bërë një shaka. Për të treguar gjërat e ditës. Dikë që dhe në heshtje të jepte një ndjesi sigurie. Për këta njerëz vdekja e babait nuk vjen me shpërthim e dhimbjeje. Këta njerëz dhimbjen e kanë të zgjatur në kohë, të shtruar në kohë. Bëhet pjesë e njerëzve. Her pas here bëhet më e fortë, më thersa. Kur merret një vendim i rëndësishëm, kur do të ndash një sukses, kur mendon si mund të reagonte ai. E megjithatë, në rastin e baballarëve të shëndetshëm,
marrëdhënieve të shëndetshme, baballarëve të mirë. Këtyre njerëzve dhe në rastet që babai ka vdekur, ju buron, ti e di vetë, kam besim tek ti. Dhe kjo është një forcë e jashtëzakonshme. Dhimbja këtu është lidhur me humbjen e një njeriu të rëndësishëm, po jo një njeriu që ke varësi. Dhe në këtë rast lamtumira e shëndetshme nuk do të thotë ta zëvendësosh babain, por ta brendësosh pasurinë që ai të ka lënë. Disa flenë më të qetë, disa ndihen më të lirë. Në rastet kur humbasin një baba autoritar, një figurë të fortë, dominuese, ndonjëherë frikësuese. Një baba që dinte gjithmonë se ç'është më e mira. Një baba që çdo sukses tëndin dinte ta zhbënte. Një baba që kishte gjithmonë të drejtën për të thënë fjalën e fundit. Dhe pikërisht kur ky lloj babai vdes, njerëzit krahas humbjes, dhimbjes, përjetojnë një lloj lehtësimi. Ndodh që mund të flenë pak më qetë ose të ndihen pak më të lirë. Dhe menjëherë ju aktivizohet ndjenja e fajit, sepse ne kulturalisht nuk na kanë mësuar që lehtësimi është pjesë e zisë. Dhe në këtë pikë lamtumira nuk është mohimi i dhimbjes, por pranimi i kësaj paqartësie ndjenjash. Ka nga ata që kanë pasur një baba që nuk i ka thënë gjërat. Nuk ju është përgjigjur pyetjeve. Tek ta njerëz gjithmonë ka pasur një shpresë të vogël që ndoshta një ditë do flasim ndryshe, ndoshta një ditë ai do më shoh, ndoshta një ditë do më dëgjoj. Dhe kur ky baba vdes, marrëdhënia nuk mbyllet, ajo ngrin, ajo paralizohet brenda individit. Dhimbja këtu nuk lidhet vetëm me humbjen, por lidhet me fundin e mundësisë për të folur me të. Për t'i mbushur mendjen babait që ti vlen, që ti je i Zoti. Në këtë rast lamtumira lidhet me pranimin e një realiteti të lidhur që disa marrëdhënie nuk të hidhur, që disa marrëdhënie nuk shërohen, as nga koha, as nga vdekja. Por nga pranimi që ti dhe babai yt ishit, jeni dy njerëz me vlera dhe prioritete të ndryshme, me arritje të ndryshme. Dhe di çfarë? Kjo është krejt okay. Ka dhe një lloj tjetër kategorie babai. Nga ata që nuk kanë qenë as fizikisht, as emocionalisht afër fëmijës. Dhe kur ky lloj babai vdes, për fat keq nuk ka as vend për shpërthim dhimbjeje. Ka një zbrasti të çuditshme. Një ndjesi për atë që nuk ndodhi kurrë dhe që nuk ka më shans të ndodhë kurrë. Dhimbja këtu nuk është për atë njeriu që humbi, për njeriu që vdiq. Por për atë që nuk u ndërtua dot asnjëherë. Ka dhe nga ata që kanë mohuar babain shumë para vdekjes së tij. Nga dhuna, nga varësitë që ai mund këtë pas. Por edhe për këta njerëz, vdekja e tij është reale. Në këto raste lamtumira e shëndetshme nuk është falja, as romantizimi i marrëdhënies. Madje është ruajtja e kufirit edhe pas vdekjes. Dhe kjo është krejt okay. Siç ti e dëgjon, nuk ka një mënyrë të vetme për ta vuajtur vdekjen e babait. Sepse nuk ka pasur një mënyrë të vetme për ta pasur ata si baba. Dhe ndoshta ti thua, po nuk kam të qartë ku është babai im, është tek ai i miri, është tek ai autoritari, është tek ai që ka munguar ndonjëherë. Sigurisht që mund të jetë tek të gjithë nga pak, tek të gjithë llojet e baballarëve, sepse njeriu nuk është i ngurtë,
në mosha të ndryshme, në periudha të ndryshme, në sfida të ndryshme, nuk sillet njësoj. Për të kuptuar se si japim lam të mirë një babai, duhet më parë të pranojmë të vërtetën e marrëdhënies që kemi pasur me të, pa u krahasuar me askënd, pa qenë të detyruar se si duhet të ndihemi, pa pasur turp për atë që ndjejmë ose nuk ndjejmë, sepse vdekja është e njëjtë, por dhimbja kurrë. Në këto momente do doja të dëgjonim Leonard Cohen, You Want It Darker. Mirëmbrëma sërish, rikthehemi në emisionin Fjete. Po flasim për vdekjen e babait. Shumë shpesh kur babai vdes, përveç dhimbjes për humbjen e tij fizike, përjetohet diçka më e fortë. Jo vetëm që koha me të ka mbaruar, dhe ky është pikëllimi i dukshëm, atë që shoqëria, familja sheh. E vërteta është që për te këtij pikëllimi ka një dhimbje më të thellë, që shpesh është shumë personale. Në fakt është gjithmonë personale. Njerëzit vuajnë vdekjen e marrëdhënies. Për shumë njerëz, sidomos kur marrëdhënia me babain ka qenë e vështirë e paqartë, kjo nuk është e vetmja dhimbje që lind. Vaj, zia, pikëllimi është i dyzuar, është i paqartë. Sepse babai vdiq. Po gjurma që ai ka lënë në kujtesën tënde, në konstruktin tënd psikologjik, është ende shumë aktive. Dhe ndonjëherë njerëzit nuk dinë ç'të bëjnë me këtë. Ndonjëherë njerëzit vuajnë atë që nuk ndodhi. Fjalitë që pristin, përqafimin që pristin, vlerësimin që pristin, vëmendjen që pristin. Dhe di, shpesh herë, kur humbasim njerëz të rëndësishëm, në këtë rast babain, zgjohen të gjitha pjesët që kanë jetuar brenda nesh, fëmia brenda nesh, adoleshenti brenda nesh. Zgjohen kujtimet e bukura, zgjohen plagët, zgjohen zhgënjimet e ti, të cilat ti ke brendësuar, integruar aq shumë sa të duket sikur janë të tuat. Kur ky lloj babai vdes, ndodh diçka shumë e rëndë psikologjikisht. Mbyllet përfundimisht mundësia e riparimit, se nuk kam më, do të flasim një ditë, ndoshta do të më kuptoj, ndoshta do arri të më thot më fal, ndoshta do të jetë ndryshe. Dhe kjo dhimbje është tinzare, është agresive, shpërthen në çdo moment ku një konflikt, ku një situatë me një autoritet bëhet aktive. Kjo lloj dhimbje nuk ka as lot. Ka faj, ka zemërim, ka turp, ka konfuzion. Kjo është arsye pse disa njerëz ndihen keq me veten e tyre gjatë procesit të zis për babain, sepse mund të ndiejnë gjëra që nuk përshtaten me vdekjen e tij fizike. Edhe sepse shoqëria pret një lloj trishtimi të pastër, lot, respekt, heshtje, por realiteti yt emocional është ndryshe, ka kontradikt brenda, ka ndjenjë që përplasen me njëra tjetrën. Dhe ky lloj pikëllimi nuk zgjidhet nga njeriu, nuk e zgjedh njeriu. Nuk mbyllet me një kaluan 40 ditë, jeta vazhdon. Nuk flitet keq për të vdekurit. Ky pikëllim zgjat, se është një plag që kjo vdekje thjesht e bëri më të thellë.
Dhe për fat keq, për njerëzit që kanë pasur baballar kompleks, të paqartë në mënyrën se si e shfaqin dashurinë, të paqartë në mënyrën se si e shfaqin vlerësimin për fëmijën, bëjnë që fëmijët e tyre të vuajnë më shumë dhe të mos dinë se si të çlirohen prej këtyre ndjenjave. Dhe kjo është kaq e vërtetë në rastin e vdekjes fizike të babait. Sepse shumë nuk vajtojnë vetëm babain që vdiq, por babain që nuk ishte siç kishte nevojë të ishte. Një marrëdhënie që nuk u bë kurrë e shëndetshme, një fëmirisë të cilës nuk ju tha kurrë më fal. Një shpresë që tani ngelet jetime. Ndaj shumë njerëz që humbasin babain vuajnë disa lloj dhimbjesh. Dhimbjen e vdekjes reale dhe dhimbjen e marrëdhënies së paqartë. Dhe vetëm pasi kjo pranohet, vetëm pasi kjo thuhet me zë, mund të diskutojmë si t'i japim një lam të mirë babait një lam të mirë të shëndetshme babait. Në ato marrëdhënie në ato raste kur marrëdhënia nuk ka qenë e thjeshtë. Do doja vetëm që të ndalesha pak tek si e përjetojnë fëmijët vdekjen e babait. Në fakt, ky emision është konceptuar për të rriturit si e vuajnë vdekjen e babait, por nuk mund të rria pa folur pak edhe për fëmijët. Sigurisht ata e vuajnë në varësi të moshës, ndryshe e vuan një 3 vjeçare, 4 vjeçare që humbet babain, ndryshe një 15 vjeçar. Fëmijët nuk e përjetojnë humbjen si të rriturit. Ata nuk kanë fjalë, po trupi i tyre vuan, sjellja e tyre ndryshon. Kanë simptoma që me pak vëmendje mund t'i lexojmë. Edhe në këtë rast, në rastin e fëmijëve, simptomat nuk janë të njëjta sepse dhe marrëdhënia me babain nuk ka qenë e njëjtë. Kur një fëmijë humbet baba, nuk reagon vetëm ndaj vdekjes, reagon ndaj asaj marrëdhënie që kishte me të. Nëse babai ka qenë i rëndësishëm, i pranishëm, mbështetës, figurë sigurie, fëmia bëhet i vogël. Kërkon shumë afërsi. Ka frikë të fler vetëm. I lind një frikë që mund të humbasë edhe nënën ose njerëz të tjerë të rëndësishëm. Kjo nuk është dobësi, është pjesë e procesit të zgjisë së këtij fëmie. Nëse fëmia ka humbur një baba që ka qenë autoritar ose i shkaktonte frikë, përjeton reagime që nuk është i qartë. Në këto raste fëmijët mund duken më të rregullt, gati më të fortë, nuk qajnë. Po kjo është vetëm mënyra se si ata mbrohen, sepse dhimbja e tyre del ndryshe në trupin e tensionuar, në frikë nga autoriteti, nga mësuesi, në zemrime të paparalajmëruara, ndonjëherë të pa ndonjë shkak në pamje të parë. Ka fëmijë që mbeten të ngrirë, sidomos kur marrëdhënia me baban ka mbetur pa fjalë të mëdha, pa shfaqje dashurie. Ata qajnë më pak, janë shumë të trishtuar, janë shumë të shpërqendruar, ndihen krejtësisht të zbrazur. Dhe këtë dallon lehtësisht në mënyrën se si luajnë, në vizatimet që bëjnë, në heshtjet e gjata. Këta fëmijë nuk harrojnë, por kanë brendësuar dëshirën për të pasur një baba, pikërisht sepse nuk e kanë pasur. Ndonjëherë disa nga ata fëmijë përdorin ironinë ose duken indiferent. Pastaj krejt papritur mund të smuren. Edhe në këtë rast, kjo është një simptom e dhimbjes që nuk doli kurrë. Ka fëmijë dhe të rritur të cilëve babau ka vrarë veten. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Të gjithë vuajnë çfarë mund të kisha bërë ndryshe. Si mund ta kisha ndihmuar ndryshe. A isha unë në gjendje t'i thosha se shumë e doja? A nuk kisha unë mjaftueshëm si motiv për që ai jetonte për mua? Në rastin e njerëzve që kanë humbur baballarët për shkak të vetvrasjeve, faji për ndjek. Ndonjëherë edhe turpi. Ndonjëherë turpi është i brëndshëm,
për debate që mund të kemë pasur, për reagime që mund të kemë pasur, për fjalë që mund të kemë thënë. Ndonjëherë turpi është edhe social. Sepse duket sikur një pjesë e problemit të babait u bë publik. Dhe dashur ose pa dashur, njerëzit vuajnë këtë humbje. Këtë turp që do i përndjeki gjatë. Ajo që nuk duhet harruar për rastin e fëmijëve është që kur vdes babai, fëmijët nuk vajtojnë një herë. Vajtojnë ndonjëherë sipas moshës dhe zhvillimit. Ai mund të ketë vdekur herët, por nevoja për një figurë të sigurt mund të rishfaqet, aktivizohet në momente të caktuara të tjera gjatë rritjes. Dhe dhimbja rikthehet në një formë tjetër. Dhe kjo është okay. Thjesht në këtë rast e fëmijët kanë nevojë që të dëgjojnë që ajo që ti ndjen bën kuptim. Nuk ka nevojë të përballen me ç'ne nga të kujtua. Vuajtja duhet të respektuar. Dhimbja rikthehet sepse dhe kuptimi ndryshon. Këto simptoma nuk janë shenja dobësie. Gjua e pikëllimit është personale. Dhe vetëm nëse i lexojmë drejt mund të ndihmojmë fëmijët dhe vetëm, që të mos mbeten vetëm ata në këtë lloj përjetimi. Dhe ndonjëherë përmes pikëllimit për humbjen e babait, fëmijët janë duke treguar dhe se çfarë kanë nevojë. Ndaj nëse mundesh ta dëgjosh, me vesh të ndjeshëm dhe me sy të kujdesshëm. Përpara se të kalojmë tek përjetimi të rriturve, si të rriturit e përjetojnë vdekjen e babait. Natyrisht, varur nga natyra e marrëdhënies që kam pasur me të, do kalojmë në këngën e radhës që është Padre Davvero nga Mia Martini. E babait. Tek të rriturit vdekja e babait nuk sjell vetëm dhimbje për humbjen, siç edhe u tha në pjesën e parë. Ajo riaktivizon mënyrën se si babai ka qenë i pranishëm ose i munguar gjatë jetës. Kur babai ka qenë mbështetës, një babai i mirë, i qëndrueshëm në mirësinë e tij, dhimbja është e qetë, e thellë dhe e vazhdueshme. Pavarësisht se këta njerëz janë funksional, shpeshherë brenda mund të ndjejë një pushllëk, lodhje. Kur babai ka qenë autoritar, kritik ose dominues, dhimbja është e përzier me trishtimin, me një lloj ndjenje lehtësimi dhe kjo prodhon faj. Trupi shpesh reagon me tension kronik, me probleme gjume dhe nevojë për të kontrolluar gjithçka. Vdekja mund të çlirojë trupin, por mendja dënon këtë çlirim, se provojnë faj ndaj marrëdhënieve këta njerëz, që me një baba të tillë provojnë faj ndaj marrëdhënieve të afërta dhe kur nuk është rasti, kanë frikë të marrin vendime të mëdha. Sepse këto marrëdhënie mbeten të pambyllura dhe shumë të rritur ndjen të bllokuar, të ngecur në disa situata. Shpeshherë mendojnë për gjërat që u than, për ato që nuk u than, dhe janë shumë të lodhur mendërisht. Këta njerëz në marrëdhënie e kanë shumë të vështirë të mbyllin kapituj dhe tendencë për të qëndruar në lidhje të paqarta. Edhe këtu dhimbja ngrin. Ndërsa kur babai ka qenë emocionalisht i munguar, dhimbja shpeshherë minimizohet me fjalë. Por jo, trupi nuk e minimizon atë, trupi e ndjen. Këta njerëz vuajnë një lloj trishtimi të paemër, që i përndjek kudo. Ndjesie që janë vetëm, krejt vetëm dhe duhet përballojnë gjërat vetëm. Qajnë më shumë për atë që nuk ndodhi, për lidhjen që shpresuan.
Kur babai ka qenë i dhunshëm, ka dëmtuar jo vetëm jetën e fëmijës, po gjithë familjes. Dhe është mohuar si figurë prej kohësh. Kjo lloj vdekje sjell shumë konfuzion. Rikthim kujtimesh, ankth, zemërim, ndjenjë çlirimi që pasohet nga faji sepse shoqëria nuk të lejon të çlirohesh, të ndihesh i çliruar nga vdekja e dikujt. Në këto raste vdekja nuk minimizon figurën e babait, thjesht ka një lloj çlirimi. Një gjë është thelbësore dhe e dokumentuar, si tek të rriturit dhe tek fëmijët. Vdekja e babait shpesh zgjon fëmijën brenda nesh. Prandaj disa reagime për disa nga ne mund të duken të tepruara për moshën. Në fakt nuk janë të tepruara, janë thjesht të vonuara. Duhet kishin dalë në një moment tjetër. Por dolën atë moment, nuk janë patologji. Flasin për gjurmën që kjo marrëdhënie ka pasur, dhe vetëm nëse i lexojmë drejt mund të flasim në mënyrë të ndershme për hapin tjetër që është lamtumira. Një lamtumir që nuk e tradhton veten, nuk tradhton kujtimin, nuk tradhton marrëdhënien. Çfarë është lamtumira e shëndetshme? Lamtumira e shëndetshme nuk do të thotë të mos kujtosh më babain. Do të thotë ta kujtosh. Të qeshësh me kujtimet që ke me të. Të tundësh kokën për kujtimet e pakëndshme me të. Lamtumira e shëndetshme do të thotë të jetosh dhe mos diktohesh nga humbja e tij. Mos të përcaktojnë rregullat e tij jetën tënde. Zhgënjimet e tij, të ardhmen tënde. Lamtumira nuk do të thotë ta harrosh, sepse nuk e harron dot. Babai është pjesë e historisë së secilit prej nesh. Kur vdes babai, të gjithë flasin për lamtumirën, por shumë pak se si mund ta bëjmë atë. Sepse lamtumira nuk është ai akti formal, ceremonia apo varrimi. Është shumë e thellë dhe shumë e gjatë. Por përpara se të vazhdoj dua të bëj sërish një sqarim që shumica e njerëzve nuk janë vetëm në një kategori. Mund të kesh pasur një baba mbështetës dhe ndërkohë dhe autoritar, ose që nuk ka qenë emocionalisht aty për ty, por edhe që të ka friksuar. Nuk është konfuzion, është mënyra se si janë marrëdhëniet reale. Dhe një gjë tjetër, nga do e kuptosh ti që i ke dhënë lamtumirën e duhur babait tënd. Ta tregon trupi. Edhe nëse mendja të thotë një moment që e kemi dhënë lamtumirën, është mbyllur ai kapitull, trupi të jep sinjale të qarta që ai kapitull nuk është mbyllur. Është gjithmonë tensioni, mendimet, jo vetëm rreth ti, por rreth parimeve të tij, rreth asaj që ai priste. Trupi është në paqe kur kujton babain, nëse i ke dhënë lamtumirën e shëndetshme, le ta quajmë. Dua të theksoj që me lamtumir nuk do të thotë harres, por do të thotë të mos mbetesh, mos krijosh varësi nga kujtimi. Sigurisht që ka dhe disa rituale të shëndetshme që lidhen me mënyrën se si mund të themi lamtumir njerëzve, babait, po dhe njerëzve të tjerë të rëndësishëm. Dhe këto rituale sigurisht janë gjithmonë të buta, mund të përsëriten, nuk janë dramatike. Për shembull, për baballarët e mirë, për ata që kanë humbur baballarët e mirë, mund të mbjellësh një pemë afër shtëpisë. Mundësisht në një vend që ti mund të shohësh pemën sa herë që del në dritare apo në balkon. Dhe këtu më vjen në mendje një mikesha ime e cila ka humbur babain. Dhe përballë shtëpisë kanë mbjell një arr dhe quhen arra e çoços. Arra është rritur aq shumë sa duket sikur i sheh nga dritare, i përshëndet çdo mëngjes. Dhe teksa po bëhesha gati për këtë emision, më kujtua dhe një episod nga ky baba i mirë. Ku sa herë që e bija
mund të gabonte. Nuk shija kritik në sytë e tij, por shija një lloj kurioziteti të përzier me admirim, natyrisht jo për gabimin në vetvete, por për mënyrën si ajo përballonte gabimin, si ajo vetë korrigjohej, si ajo rritej. Pak më parë më tha që kishte gjetur një letër nga babai. Një letër e bukur, me shkrimin e tij. Me humor, me të fala nga njerëz saktuar. Që tingëllonte dhe ishte kaq familjare. Dhe po, një letër e tillë mund të vjet në kornizë. Mund të dëgjosh her pas here këngët që baba yt kishte qef. Ose mund të dëgjosh këngët që të dy keni kujtime të bukura. Që ka pas momente të bukura. Që keni bërë komente për apo keni kënduar atë këngë. Mund të pish kafe në vendin ku ai ndihi mirë, ose kafe aty ku keni folur gjëra të rëndësishme. Mund të gatuash gjërat e tij të preferuara, jo shpesh, një herë në muaj. Dhe natyrisht të shkruash letrën e lamtumirës. Letrat e lamtumirës nuk janë ndarje. Janë mbyllje kapitujsh në mënyrë të shëndetshme. Në rastet kur babai ka qenë kritik, gjykues, autoritar, ndonjëherë ndodh që në përpjekje për ta ruajtur imazhin e tij, mund ta idealizosh ose ta demonizosh pafund. Asnjëra nuk shëron. Letra e lamtumirës në këtë rast është diferencimi që t'i bën. Shkruan qartë cilat janë rregullat e tij, cilat kanë qenë rregullat e tij. Dhe shkruan po aq qartë cilat janë rregullat e tua. Është shumë e nevojshme që në këtë rast të ndërtohet një kufi i qartë. Mundet që në rregullat e tua ta mbyllësh me faktin që ti ke rregullat e tua, ai ka rregullat e tij. Dhe kjo është shumë mirë. Jeta vazhdon me njerëz që kanë rregulla të ndryshme. Nuk do të thotë të jenë të njëjtat, as të ngjashme. Në rastin e baballarëve të tij, ritualet nuk janë nostalgjike, janë rituale që vendosin kufijt. Dëgjon muzikën që ti do, pavarësisht se si apo çfarë ai mendonte për atë muzikë. Mund të heqësh nga shtëpia objekte që simbolizonin kontrollin, jo si hakmarrje, po si ndarje. Letra në këtë rast nuk kërkon ndjeshmëri, kërkon qartësi. Dhe çfarë bëhet me letra në këtë rast, se në rastin e baballarëve të shëndetshëm letra ruhej, në rastin e baballarëve kontrollues, dominues, dhe ndonjëherë me këtë dominim apo kontroll shkatrojnë jetën e fëmijës, konstruktin e fëmijës. Letra mund të hidhet në një lumë. Ndoshta aty gjen paqe, të gjitha palat. Në rastet kur marrëdhënia ka qenë e pambyllur, për shumë arsye njerëzit kanë jetuar larg njëri tjetrit. Marrëdhënia me babain u bë distante. Dhimbja nuk vjen nga humbje, por nga mungesa e fundit. Shpesh rreziku është që duket sikur mbetesh në pritje të një lamtumire, të cilën duhet ta japësh ti vet, nuk mund ta presësh nga askush. Dhe lamtumira e shëndetshme nuk lidhet me funde të bukura, apo me gjëra që nuk janë të vërteta. Edhe në këtë rast mund dëgjosh këngë që u lidh të dyve. Të shkruash letrën e asaj që nuk e the dot kurrë. Të bësh shëtitjet e tua në heshtje. Këtë letër mund ta çosh në varrin e tij dhe ta vësh poshtë ndonjë guri, poshtë ndonjë luleje, sepse është një letër që i takon atij.
Kur babai ka qenë i munguar emocionalisht, ka një rrezik që njerëzit me baballar të tillë tentojnë ta minimizojnë dhimbjen. Pavarësisht kësaj, mungesa që të ka shoqëruar gjatë gjithë jetës është po aq e madhe sa ai vet. Lam të mirë e shëndetshme është të shkruash atë që nuk ndodhi, të shkruash nevojën tënde, të shkruash shgënjimin tënd. Ta shkruash qartë dhe mundësisht ta lexosh edhe me zë, që ti nuk pret më as nga ai dhe nga askush i ngjashëm me të. Sepse në këtë rast letra nuk i drejtohet babait real, po i drejtohet atij, figurës që mungoi. Në këtë moment do ndalemi të flasim pak për njerëzit që kanë humbur baballarët, por kanë vuajtur dikur nga varësia, drogë, alkool, bixhoz dhe shpeshherë e ndëshkojnë veten me faj. Unë e kuptoj pse ti mund ndjesh faj, por vuajtja jote nuk e riparon dëmin. Faji nuk mund të kthehet në përgjithësi. Në këtë rast ajo që kërkohet është ndalimi i sjelljeve të shkatruese, ndërtimi i një stabiliteti, kujdesi për të tjerët, mbajtja e premtimeve që ty do të ndihmonin të bëjë një jetë më të shëndetshme. Lamtumira në këtë rast nuk bëhet duke kërkuar pafund falje. Bëhet duke jetuar ndryshe. Faji që mbahet gjallë nuk është besnikëri. Është vazhdimi i smundjes së varësisë. Thjesht kësaj radhe ke ndryshuar varësinë. Dikur ka qenë një drogë, tani është faji ndaj babait. Një gjë që vlen për të gjithë është që lamtumirat e shëndetshme nuk kanë afat. Nuk ka formë të saktë, nuk kanë detyrime emocionale. Nëse sot ti nuk je gati për asgjë nga këto që unë fola, është krejt në rregull. Dhash vetëm disa informacione. Lamtumira nuk bëhet vetëm një herë, ajo përsëritet sa herë që realiteti të ngacmon kujtimin për babain. Dhe ndoshta lamtumira më e ndershme nuk është ajo që babai yt do donte të dëgjonte, por ajo që ti ke nevojë të thuash. Pa heroizëm, pa sakrifica të panevojshme, bazuar vetëm në të vërtetën e marrëdhënies tënde. Edhe në rastet e fëmijëve, të cilëve baballarët kanë vrarë veten, në letrat e tyre të lamtumirës, mund të flasin për dhimbjen, për zhgënjimin, për lëndimin, për mallin, dhe për atë pjesë të marrëdhënies që ka munguar, varësisht çfarë moshe ka pasur njeriu që i ka vdekur babai. Do doja që në këto momente të dëgjonim një këngë Mon enfance nga Barbara. Dhe do doja ndalesha në një moment ku gati nga kultura dhe shoqëria na diktohet se si duhet të vuajmë. Ndonjëherë dhimbja për humbjen e babait nuk bëhet e vështirë vetëm nga humbja në vetvete. Ajo vështirësohet nga rregullat kulturore se si duhet të vuajmë. Që babai respektohet dhe kur të ka dëmtuar. Jo. Nëse të ka dëmtuar, i jepet fjala, i jepen fjalë dëmtimit. Që i vdekuri nuk gjykohet. Po, i vdekuri nuk gjykohet. Po dëmet, gjurmët që kanë lënë, po. Që heshtja është dinjitet. Jo. Natyrisht nuk është të thënë që të flasësh me të gjithë, por një rreth i caktuar njerëzve që ti flet për lëndimet, shgënjimet e asaj marrëdhënieje është më se
mos e nevojshme. Që nëse ndjen një lloj lehtësimi për vdekjen e tij është turp. Jo, në varësi të marrëdhënies, edhe lehtësimi është pjesë e zisë, e vuajtjes. Sepse shumë njerëz nuk luftojnë vetëm me dhimbjen e humbjes fizike të njeriut, e humbjes së marrëdhënies, por u duhet të vuajnë edhe se si të tjerët presin që ky njeri të vuajë. Kultura jonë shpesh kërkon që zia të jetë në trajta të caktuara, që figura e babait të jetë e pastër mbas vdekjes. Por psikologjikisht kjo është e dhunshme, sepse kërkohet që njerëzit të gënjejnë për atë që ndjejnë. Dhe një lamtumir ose lamtumirat e ndërtuara mbi gënjeshtra emocionale nuk shërojnë, vetëm shtyjnë dhimbjen më thellë dhe plaga bëhet më lehtësisht e infektueshme. Edhe në rastet që babai vdes, figura e tij brenda gjithkujt nuk vdes. Edhe kur mendohet që ka kaluar, figura e babait shpesh rikthehet. Ndonjëherë jo vetëm si kujtim sentimental, po si zë në një ëndër. Në një nevojë që ti ke për të marrë një mendim në situata të vështira, ose jo të vështira. Shfaqet momente kur bëhesh prind dhe nuk di të sillesh. Në ato momente kur ti përballesh me autoritete dhe trupi ngurtësohet, ke zë, po nuk të dalin fjalët, sepse baba yt kur nuk të ka mësuar se si të kesh zë. Turpi që ti provon ndaj gabimeve ose dështimeve të perceptuara. Racionalisht mund mos jenë as gabime, as dështime, por optika që baba yt të ka dhënë për të parë veten dhe çdo akt, veprim tëndin, shihen si të tilla dhe trupi yt kontraktohet. Skuqesh. Humbja e babait shfaqet edhe në rastet kur ti mbetesh vetëm dhe ke nevojë për një referencë, që ndonjëherë nuk ka qenë kurrë, ndonjëherë ka qenë, por gjithsesi nuk jeton më. Kjo është arsyeja pse lamtumirat nuk bëhen vetëm një herë, është e shtrirë në kohë, sepse marrëdhënia me babain nuk ka jetuar vetëm në të shkuarën. Ajo jeton në mënyrën se si funksionojmë sot, ndaj dhe ai shfaqet, pavarësisht se kur ka vdekur. Shfaqet jo për të rregulluar raportin me të, por atë me veten, jo për të ndryshuar historinë, por për të mos lejuar që të na drejtojë ai ose gabimet e tij, as të tashmen, as të ardhmen. Ndoshta nuk ka një mënyrë të saktë për të thënë lamtumir babait. Ka vetëm mënyrë të ndershme. Disa i kanë thënë lamtumir një babai shumë të dashur. Disa një babai që i ka lënduar. Disa një babai që ka munguar. Disa një babai që i rri mbi kokë, pavarësisht se ka vdekur si shpata e Damokleut. Disa një babai që u është dashur ta mohonin prej vitesh. Kjo është jeta. Lamtumira nuk ka pse të duket e bukur. Nuk ka nevojë as të jetë gënjeshtër. Sepse një lamtumire ndërtuar mbi gënjeshtrën emocionale na ban të lidhur me atë që na ka lënduar. Ose na bën të humbasim ato momentet e bukura që mund kemi pasur. Ndoshta lamtumira më e shëndetshme nuk është ajo që nderon figurën e babait, por ajo që na lejon të jetojmë, pa shtrembëruar të vërtetën e marrëdhënies që ka qenë. Kaq ishte ky emision. Jo me përgjigje, por me hapësira që secili të thotë lamtumir në mënyrën e vet. Natën e mirë.